Gjithmonë luftrat kanë qenë ekonomike dhe asnjëherë nuk kanë qenë lufta demokracie dhe zhvillimi për shtetet të cilët janë të përfshira. Megjithatë, në katundin tonë avokat këtë javë qarkulloi lajmi që kishte kërcitur diçka në SPAK. Ne prisim fjatat të shonin prangat jashtë, ndërkohë që brenda gjërat nuk po shkojnë aq mirë. Ju keni deklaruar më herët në bisedat tona që tashmë do ketë parashikonit ju që do kishte një kërcitje, një grindje brenda prokurorëve. Kjo sipas mendimit tuaj në fragmente të caktuara e sponsorizuar edhe nga pushteti për të zhvendosur vëmendjen aty, por edhe tek gjykata kushtetuese. Ai gjykatës kushtetuese ndolli, pasi me unionin e gjyqtarëve tashmë në presion apo jo, janë ata që duhet vendosin për pagat me 700 euro plus. Por që politika është bashkuar kundër tyre, pasi edhe Berisha ata ishte dakord me Ramën, që janë shumë paga të larta. Ndërkohë që tashmë gazetari ton Qynë shkruante pak ditë më parë që Artin Tumani, kreu i SPAK-ut, ka shkarkuar Arben Krajën nga shefi i marrëdhënieve me jashtë, duke lënë prokuror thjesht tashmë i bie. Një nga 19 apo një sa janë, duke zëvendësuar atë me Dorina Bacon. Tashmë sipas mendimit tuaj, kjo është diçka rastësishme? Është një rokat e kërkuar edhe ndoshta nga Kraja, mund të jetë një rifreskim për energji të reja nga Dumani, duke qenë se vetëm dosjet e ardhura nga jashtë janë finalizuar brenda. Mund të ketë nuk e di se çfarë domethënë, sepse Dumani është shkruar 5 muaj para mbarimit të mandatit. Tani ka diçka që nuk shkon këtu. Aty e fundit, kjo do mbetemi. Si ka mundësi që 5 muaj që je drejt ikjes, fillon edhe bën ristrukturime dhe ndryshime brenda strukturës. Kjo është ka thyrje brenda SPAK-ut? Pra, ti kur ikën, nuk të intereson kush do të mbajë më pozicione sepse po ikën. Edhe kush do të vijë i ri, do të dihet ajo gjë që ai i riu do të ndryshojë ato të cilët ka lënë ky i vjetri. Kjo është normale në një drejtim, edhe biznes ta kesh, edhe OJF ta kesh, edhe parti ta kesh, edhe SHPK ta kesh, edhe SHA ta kesh, këtë politik do përdori. Kush vje i ri, vjen edhe ndryshon ato që ka lënë i vjetri. Por atë që ju cituat për gjykatën kushtetuese ndolli fakt. Ajo që ju cituat për konfliktin e brendshëm ndolli në SPAK. Pra, unë dua të them që ato që ne themi këtu tek portali juaj janë të vërteta dhe nuk kanë asnjë pikë dyshimi ose ndonjë interes për të ngjallur panik apo për të thënë gjëra të paqena. Ato do ndodhin sepse janë të projektuara të ndodhin, sepse është projektuar nga pushteti ekzekutiv që të ndodhi hataja brenda SPAK-ut. Kur ne i themi, tek ajo që nuk bi dakord me ju është pranga jashtë SPAK-ut. Unë dua të them, të sjell në vëmendje, pse jo dylber pranga jo brenda SPAK-ut? Pse SPAK-u duhet të jetë në sy të qytetarëve i shenjtë edhe ne të jemi djalli përpara SPAK-ut? Pra, unë do më lejosh të korrigjoj, të them pranga edhe brenda SPAK-ut, shkarkime edhe brenda SPAK-ut, korrigjime edhe brenda dhe jashtë SPAK-ut, që do të thotë SPAK-u në këto momente që flasim, 5 muaj para se të mbarojë mandati i zotit Dumani, SPAK-u është në momentin më të vështirë. Besoj të kujtohet që kam thonë që disa duhet të marrin ilaçe, janë disa ilaçe për veten e tyre. Dhe përveç kësaj, duhet i themi disave që janë përdorur si prezervativ për të bërë punën që s'duhet ishte bërë kurrë. Pra çfarë? Për të kënaqur populli, bëjnë arrestime dhe në fund fare vin fatura kundër Shqipërisë. Nuk më intereson a vin fatura kundër një pafajësie, nuk më intereson fare, po vin fatura kundër Shqipërisë. Kjo është gjë që duhet na shqetësojnë si popull. Dhe jo që të merremi ne dhe të kënaqemi që bën eroj brenda burgut. Edhe kanë edhe alibin, kanë edhe justifikimin, kanë gjithçka që akuzojnë pushtetin që të mbrohen nga një drejtësi e kapur. Pra mund ta themi, që atje ka një thyrje apo mund ta jetë vetëm një krizje e vogël.
Jo, atë ke thyerje, nuk ka krisje e vogël. Krisja krisja është shumë e vogël, krisja është e vogël, pavarësisht për masës. Pra nuk ka plasaritje, ka Është e thyerje. vogël. Pra ka thyerje, ka diçka që